Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Mbajtur kur e këshilluan të mos luftonte me Talhain dhe Zubeirin. Imam Aliu u përgjigj përmes kësaj ligjërate, thelbi i së cilës është sa kohë duhet të qëndroj si shikues i thjesht e të ruaj qetësinë, ndërkohë që më dhunojnë në të drejtën time. Këtë jetutje do t'i luftoj sa të kem frym, e do t'i bëj të vuajnë pasojat e veprimeve të tyre, gabohen nëse mendojnë se mund të më mposhtin kollaj, sikur të isha ndonjë vjedull. Për atë Zot, unë s'jam si ajo vjedullaj që bën sikur e ka zënë gjumi sa dëgjon gurët që i hedhin njëri pas tjetrit, derisa ai që e gjuan e gjen dhe ai që e ndjek e kap, do t'i luftoj pareshtura ata që i dredhojnë të vërtetës me besnikët e saj e mëkatarët e të lëkundurit me ata që dëgjojnë e që i binden. Kështu do më gjejë edhe dita e vdekjes, për Allah kam qenë përherë i zhveshur nga e drejta, qysh kur vdiq profeti e deri sot e kësaj dite.